Të nderuar koleg. Po, të nderuar koleg. Unë nuk jam kundër asnjë lloj iniciative apo promovimit figurave të nderuara që kanë dhënë kontributin në qytetin e Vlorës dhe jo vetëm si rasti i personit në fjalë që ka dhënë kontributin e tij për integrimin e Shqipërisë etj. Por në jetën tonë të përditshme ka plot personalitete pa emër apo pa njohur, pa grada, pa poste, të cilët japin çdo ditë kontributin e tyre në mbarvajtjen dhe mirëqenien e këtij qyteti, në rritjen e brezave, në edukimin e brezave, në aspektin e edukimit, në aspektin e zhvillimit të infrastrukturës, të tjera e tjera. Dhe ne kemi në jetën tonë të përditshme kaq shumë modele për t'i promovuar. Rasti i fundit, unë rastësisht kam në faqen e prefektes të qarkut të Vlorës, lexoj emrin e një qytetari që unë do ta hap përsëri sepse nuk e mbaj mend se nuk e njoh këtë qytetarin. Është një zotëri që quhet Nexhip Hyso Lakoj. Ka shpëtuar 27 turistë. Është rasti 27 që shpëton turistët e humbur dhe me sukses. Është një rast. Unë do të marr gjimnazin tim Alidemi, që i gjithë gjimnazi im është për t'u bërë gjimnaz nderi në qytetin e Vlorës, sepse promovon dhe për ditë nxjerr jo vetëm qytetar të mirë, por nxjerr intelektual të shkëlqyer që kanë dhënë kontributin e tyre në Vlorë dhe jashtë Vlorës. Aty në gjimnazin tim ka nxënës, ka profesionist, mësues të shkëlqyer, ka drejtues të shkëlqyer, të cilët meritojnë që të bëhen nder i qytetit. I gjithë gjimnazi, jo në emër të përvetshëm. Unë kam një rast këtu, një ish sportiste bashkëkohësen time, Mondën. Është qytetare nderuar, është doktoresh, është kampione të tjerë. Ne në jetën tonë të përditshme kemi kaq shumë modele për t'i promovuar dhe për t'i bërë nder të qytetit. Pse duhet të hedhim syt larg? Këtu mes nesh janë modelet. Nuk jam kundër emrit, nuk e njoh fare, nuk ja di kontributet. Gjithë secili prej jush mund të ketë respekt, edhe un kam respekt, por ama të shikojmë dhe t'i hedhim syt pranë njëri tjetrit. Kemi plot personalitete. Miq tan, shokët tan, prindrit tan, prindrit e prindërve tan, të rinjt tanë, institucione të cilët mund të bëhen modeli më i shkëlqyer në Vlorë. Nuk kemi pse hedhim syt, ai le të bëhet. Le të bëhet çfarë të doj, por ne kemi ku t'i hedhim syt. Kemi kaq shumë pranë vetes njerëz të nderuar. Dhe mua ky për shembull ky zotëria më bëri shumë përshtypje. Ky zotëri më bëri përshtypje. Gjimnazi im është gjimnazi në 3 më të mirët, është me medalje ari, është me prizmin e artë. Bëni një institucion model, ta marrin shembull institucionet e tjera. Bëni një sportist të mirë model që është tani. Bëjmë vetëm të shkuarit, kanë dhënë, po pse sot nuk japin kontribute? Po sot kaq mësues që mësojnë, kaq mësues që rrisin këtë brezin e ri në kushte kaq të vështira dhe me kaq probleme, nuk janë shembull për të bërë modele?